denoncojnë pranë strukturave policore duke telefonuar policinë në numrin pa pagesë 129 ose duke paraqitur vetë pranë stacioneve të policisë, kudo që këto janë. Dihet që është e vështirë që të denoncosh dhunën, ato që vinë dhe denoncojnë janë kryesisht gratë të cilat kanë vite që e pësojnë këtë dhunë. Dhe në të shumicën e rasteve dhuna është e përsëritur, më thënë ka vite që ka kohë që ushtrohet dhe më pas ato arrin të gjejnë forcën që ta denoncojnë. Ose në momentet kur kjo dhunë, e cila ka nisur fillimisht si dhunë psikologjike e vazhdueshme, kur bëhet shumë e padurueshme, atëherë ato telefonojnë ose paraqiten vetë pranë strukturave të policisë. Dhe sidomos kur pjesë e kësaj dhune përfshihen dhe janë fëmijët. Sepse në momenti që përfshihen dhe fëmijët, atëherë nëna, gruaja bëhet më e ndërgjegjshme dhe vjen edhe denoncon.